Gjykata e apelit në Shkup sot ka mbajtur seancë publike pas ankesave të paraqitura nga Prokuroria Themelore Publike kundër vendimeve të gjykatës penale për caktimin e arrestit shtëpiak për ish drejtorët e klinikës së onkologjisë, Nino Vasev dhe Nehat Nuhi, të dyshuar për rastin onkologjia. Prokuroria e Prokurorisë së Lartë në Shkup, Fatime Fetai, ka kërkuar që Nino Vasevi t'i caktohet paraburgim efektiv në vend të arrestit shtëpiak. Ajo thot se hetimi mund të vazhdojë vetëm nëse Vasev është pas hekurave. Qendrimi i Prokurorisë së Lartë Publike të Shkupit është se në këtë fazë të procedurës, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat që lidhen me veprat penale me të cilat ngarkohet i dyshuari, masa e paraburgimit paraqet një garanci të mjaftueshme për të siguruar praninë e Nino Vasevit dhe zhvillimin e suksesshëm të procedurës penale. Gjykatësja Vesna Dimishkova, duke sqaruar rastin, tha se gjykata themelore ka urdhëruar masën e arrestit shtëpiak për një periudhë prej 30 ditësh, duke pasur parasysh se prania e të pandehurit mund të sigurohet me arrest shtëpiak, duke pasur parasysh se ai është pensionist 64 vjeçar, baba i 2 fëmijëve dhe nuk ka dënime të mëparshme. I akuzuari Nino Vasev tha se po kërkon një gjykim të drejtë dhe të mbrohet në liri. Ne kërkojmë një gjykim të drejtë dhe heqjen e masës për të siguruar disponueshmërinë. Ne duam të mbrohemi në liri. Për rastin onkologjia, Prokuroria Themelore Publike ka ngritur 2 aktakuza që përfshin 2 ish-drejtorët e klinikës dhe 4 onkolog. Ish-drejtori i klinikës së onkologjisë Nino Vasev akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare, mashtrim në detyrë dhe përvetësim në detyrë. Shumica e veprimeve, siç kishin njoftuar aso kohë nga prokuroria, u krye nga i akuzuari i parë Vasev në cilësinë e tij si drejtor zyrtar dhe i akuzuari i dytë, drejtori organizativ në bashkëpunim midis viteve 2018 dhe 2022. Të dy akuzohen për një krim të vazhdueshëm, mashtrim në detyrë.